Më pëlqejti një ditë një fjalë një hoxhës, Allah i dha shtmira, që i kishte shkruajtur dhe kishte thonë, kur një besimtar vdes në xhami, gjithë lakmojmë dhe themi ej sa vdekje e mirë. Por kur një besimtar vdes në vend punës, ka përcim punë halal, sezon shumë të madhe. A harrojmë se edhe puna është pjesë e obligimeve tona familjare që i kemi, që çdo realizim të obligimit në kupton ibadet o vëllezër. Na duhet gëzohemi kur një besimtar ndron jetë në vendin e punës vet, kur ai punën e kryen dëngshëm. Se na duke i hik asaj polemikës komuniste se puna më afër se namazi, e kemi na shkalu krejtësisht puna. Që na duhet ta pyesim her pas here veten se si e fituam dinarin dhe si e shpenzum. Sepse edhe ajo pjesë është pjesë e adhurimit i ibadetit para se me qenë pjesë e fitimit dhe asaj logjikës ekonomike që na duhet ta kemi në jetën tonë të përditshme. Dhe na këto paragrafe duhet me fillu me i shënua vëllezër. Duhet fillu dhe me i shënu raportin me ibadet, me vetveten, me punëdhënësin, me punën, me shpenzimet, me bashortën, me fëmijët e tonë, me miqtë e tonë, me xhaminë tonë, me vendlindjen tonë. Kur ti këto vetëm të shkrysh si pika, do të shohësh se shumë segmente do të dalin. Edhe në këtë formë ki malet mi detektu dobësitë e tua. Kjo është mes teje dhe Allahut, jo mu me dhon atë raport. E as vllahut ton me dhon atë raport. Kjo është në raport me ty dhe mes teje dhe Allahut azza wa xal. Që ti të mos vjen momenti që dështosh të aspekti i punës e dalish para Allahut azza wa xal me mëkatin e punës, se e ki fitu haram apo e ki harxhu haram. Apo vdes me duke i bërë padrejsi bashortës tënde, duke i bërë padrejsi vetvetes tënde.